realisht jetojmë në një kohë ku vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur koha e ndryshimit të koncepteve. Koha që ne ndodhemi sot. Koha ku jemi sot ka paralajmërime profetike në plot hadithe, por një nga hadithet më brillante dhe më domethënë që përkon me kohën ku ne jemi është hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam se jeti ala nasi sanawatun khaddaat, do të vitë tek njerëzit vite mashtruese, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Do të përgënjështrohet personi që flet të drejtën dhe do të besohet si do të merret si njëri besueshëm personi i cili gënjen, dhe do të merret në emanet, do të besohet për punët e tij, veprimtarinë e tij, personi i cili mashtron, dhe e kundërta, personi i cili është i sakt, e ruan emaritin, e ruan fjalën, e ruan besën, ai do të konsiderohet mashtruesi. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, por e mbyll hadithin e tij ku thot wa yatakallamu fiha ar-ruwaybida, dhe në këtë kohë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam do të flasin, pra do të jenë influencier, pra do të kenë do të shfaqen dhe do të flasin në emër të tjerëve ar-ruwaybida. Ruwaybida në rrënjën e fjalës në gjuhën arabe janë njerëz të cilët vijnë nga largësi të ndryshme, jo në qytet, periferike të qush, pra janë rural, janë periferik, janë të pa informuar, janë të pa arsimuar, janë të pa aftë, dhe i vjen në qytet, në mesin ku ka qytetërim dhe flet në emër të tjerëve. Pra ishte askushi dhe u bë dikushi. Shumë e qartë. Nuk ishte i aftë dhe shitet sikur është i aftë. Ai nuk ka vlera dhe merr vëmendjen e personave që kanë trashëgimi vlerash e kështu me radhë. Ja ku është koha ku jemi sot. E pyesin pejgamberin zot, kush janë këto? Ata janë të cilët vinë dhe flasin në emër të tjerëve. Flasin dhe marrin domethënë audiencën, shtrin influencat e tyre, edhe përbën atë pasaj që thot ndryshimi i koncepteve. E mira quhet e keqe dhe e keqja quhet e mirë.